Ndërkohë që për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha është në një fazë shumë të rëndësishme, sfiduese. E them e rëndësishme sepse është një fazë në të cilën Virgjëresha po rritet vërtet shumë. Çdo gjë që po del në sipërfaqe si problematike ose që i merr energji të tepërta, në disa raste mund të kemi edhe probleme në lidhje me shëndetin, me imunitetin e përgjithshëm, apo mund të kemi probleme tek vendi i punës, që në këto momente është pothuajse në një fazë riformimi për shenjën e Virgjëreshës. Gjatë kësaj jave, të gjitha këto tema do të fillojmë që t'i piketojmë se cilat janë, se si duhet të veprojmë. Prandaj dhe kjo javë është shumë e rëndësishme për shenjën e Virgjëreshës. Pak më tepër që javën që vjen do të kemi një hënë të plotë tek shenja e Akrepit. Kjo do të thonë që pikërisht në ato momente do të kemi mundësi që t'i komunikojmë këto probleme me personat përkatës, por gjatë kësaj jave do të duhet që t'i piketojmë vërtet mirë se cilat janë temat problematike, pse nuk kemi ecur as është duhet, apo në disa raste edhe pse mund ta kemi bërë gjithçka çfarë duhet, mund të marrin feedback, mund të marrin informacione nga personat përballë se cilat janë temat të cilat shenja e Virgjëreshës mund të kenë çaluar. Kjo është një javë vërtet shumë e rëndësishme, për këtë arsye ju këshilloj të gjithëve që të mbani shënime pra. Për çdo temë problematike që keni pasur gjatë kësaj periudhe, për çdo informacion që mund t'ju jepet. Ndërkohë që për sa i përket marrëveshjeve, kjo është një javë vërtet shumë pozitive për marrëveshjet për shenjën e Virgjëreshës. Nëse kemi pasur diçka të hapur në lidhje me çështje gjyqësore, po ashtu edhe në lidhje probleme që mund të kemi pasur me bashkëshortët ose me partnerët në biznes, kjo është një javë në të cilën mund të gjejmë vërtet shumë zgjidhje të këtyre çështjeve. Dita e premte mund të këshilloj të gjithëve që jemi pak më të vëmendshëm, sepse është një ditë në të cilën mund të jemi pak më gjatë nxehtë. Dhe mund të prishim edhe marrëveshje të cilat mund të jenë pak le të themi që kanë ardhur deri në pikën e fundit dhe e prishim deri në momentin e fundit thjesht nga një komunikim i gabuar. Këto ishin në lidhje me shenjën e Virgjëreshës. Për shenjën e